Zgjedhjet, sipas gjithë drejtuesve të Partisë Demokratike, shtyhet për në prillin ose majin e vitit 2026. Deri në atë kohë nuk do kemi asnjë ndryshim, e njëjta kupor drejtuese që pati atë rezultat që pati në zgjedhje, me sa duket do shkojë dhe te zgjedhjet të pjesëme lokale, por deri në prill ose në maj. Kjo mungesa e ripërtëritjes përse, ose kjo shtyrje analizës? Po dihet, nuk është e kot. Unë kam folë kaq shumë sa nuk kam as dëshirë, as zell për të folë për këto tema. Bile paka shumë e kam parashikuar që kështu do ndodhë. Kjo është mos bësh analizë. Mos bësh analiza zgjedhjeve në 2026. Analiza bëhet me njëherë. Kush të pengon që të bësh analizë? Gati një vit më pas zgjedhjeve. Paralel me denoncimit e manipulimeve zgjedhore etj. Më kjo është një mënyrë për të mbajtur atë elektoratin e tyre, apo ndjekësit e tyre, për të mbajtur me gajret, si i themi, sepse të gjitha afatet e Zotit Berisha vinë dhe ezarohen vazhdimisht. Ja tani për shembull është vjeshta, të gjithë ndoshta po presin që të vijë në Shqipëri një komision faktmbledhës i partive popullore, po them se gjithnjë hedh vetaj për të fituar kohë. Ja të shohin vinë ato të mbledhen, se kanë folë. Institucionet këtu brenda kanë folë, janë bërë anketime, janë bërë rinumrime, janë bërë rinumrimeve, dhe me thënë është bërë një proces ligjor, si që parashikon kodi zgjedhor në lidhje me zgjedhjet. Duhen tjera, po edhe tjera, por ka një cak, si me thënë, ka një cak sepse duhet konsideru edhe lloji i humbjes, sepse mund të ngrehesh shumë pikpyetje kur, si më thënë, humbja është e vogël apo rezultati është rrot më rrot, dhe mund të arrish në përfundimin që manipulimet kanë ndryshuar, si më thënë, rezultatin e zgjedhjeve, dhe tjetër gjë është të përballesh me një diferencë kaq të madhe, nga 37.000 vota që ka qenë diferenca e opozitës me Partinë Socialiste 2021, tani është 250.000 vota, 250.000 vota, nuk e di. Pra, në kushtet kur interferimet, ndërhyrjet në zgjedhjen 2021, sidomos me bonuse, me ndërtimet nga tërmeti, me punësime, kanë qenë më të mëdha se sa në 2025.